Nga të gjithëve, e mirë se vini përsëri në videon e radhës. Në këtë video desha me ju tregu se si të optimizojmë fotografitë nëpërmjet disa mjeteve që janë falas, disa janë domethënë web, aplikacione dhe disa janë plugina në WordPress. Prandaj si fillim domethënë kam hyrë tek njëra prej kompanive më të mëdha që ka domethënë fotografi falas edhe me pagesë, që është FreePic. Besoj se për shumicën e juve është e njohur, besoj se shumica për juve e ka përdorur këtë pjesë. Për ata që nuk e kanë përdorur ose nuk e dinë këtë, tash e tu që domethënë lirisht mund t'jin edhe t'i marrin fotografitë për tu që janë falas e që janë të interesuar me i përdorë gjithë secili. Po edhe ka domethënë në pagesë fotografi profesionale shumë të mira që e zbukurojnë webin tonë ose e zbukurojnë domethënë postimet tona e që janë tepër domethënë profesionale. FreePic domethënë është me pagesë, i ka disa versione falas limituar për me shkarku disa fotografi, ka domethënë edhe disa veçori tjera që janë domethënë pjesë të vektorave, ilustrimeve, fotografi, ikona ka edhe video, ka domethënë flajera për Photoshop, ka templates, mockupa. Tash domethënë në kohën e fundit e ka edhe pjesën e AI integration që domethënë krijon dhe fotografi nëpërmjet disa promptave që ne i japim në AI. Ndaj unë nuk do të ndalim aty, domethënë thjesht kam hyrë edhe sepse zakonisht unë në këtë e përdor gjithmonë, kështu që jam dalë te kjo kompani që me e shkarku një fotografi edhe të fotografin pasaj domethënë ta optimizojmë që të jetë domethënë optimizume për website-in tonë që do e postojmë. Ndaj si fillim domethënë do e zgjedh njërin prej këtyre fotografive, cila do të qoftë prej tyre për shembull që është free, për shembull kjo e para këtu. Kjo e para këtu domethënë është një kompani për IT që e shikoni edhe ju, edhe shkojmë edhe web të download, kena opcion domethënë se cilin opcion small, medium, large edhe original. Domethënë kjo original është më e madhe e mundshme. Ne domethënë dhe marrim të large sepse zakonisht domethënë fotografitë shkojnë në këtë format që bëhen download by default, kështu që e bëjmë download në filein large. Ok, pasi e bëjmë download edhe shikojmë të lartë që është 807 kilobajt. Ok, përderisa është 807 kilobajt, unë tash do ja jap një sugjerim domethënë nga aspekti i SEO-s. Tash nëpërmjet SEO-s, image optimization në pjesën e technical SEO, edhe speed optimization që është pjesë e rëndësishme shumë në SEO, zakonisht është e rëndësishme shkaku që nëse një website ka domethënë shumë fotografi që kanë kilobajt file size të mëdha, zakonisht fillon edhe ngadalsohet. Në moment kur ngadalsohet website-i, klienta domethënë si uzera i cili për herë parë hyn në website edhe shikon që është ngadalsuar website-i, nuk është domethënë që do kthehet mbrapa ose nuk ka domethënë durim që me prit domethënë mbi 3-4 sekonda ose 5 sekonda ndoshta maksimumi, po edhe me prit për shembull me hyrje tek faqja nëse nuk i hapet brenda domethënë minimumi 2 sekondave që zgjatë deri 3 sekonda është ajo më e mira e mundshme. Mirë po tash më e mira e mundshme është me u hap ndër 2 sekonda, domethënë prej 0 deri 2 sekonda është ai speed indeksi më e mira e mundshme për një website që është e shpejtë edhe domethënë është user të mirë ka në eksperiencë. Mirë po pastaj nëse vendohet 3-4 sekonda, mirë po nëse vazhdon domethënë që jetë mbi 4 sekonda, 5 sekonda, ose mbi 5 sekonda e lartë, automatikisht domethënë 90% të userave të cilët hyjnë për herë parë automatikisht domethënë dalin prej website-it pa mos prit që ta shfaqet edhe shikohet se çfarë ka në atë website. Edhe domethënë kjo pjesë, një prej atyre faktoreve kish që ngadalson pjesën e website-it është edhe imazhat, fotografitë që kanë shumë file, kilobajt. Ajo që e bën download ne domethënë është kjo pjesa këtu, që është domethënë 807 kilobajt. Tash nëpërmjet sugjerimeve në aspektin e SEO-s, çfarë sugjeron SEO, është më e mira e mundshme është domethënë që fotografia domethënë të jetë ndër 100 kilobajt. Më e mira e mundshme është domethënë që ndër 100 kilobajt
mos jetë mbi 100 kilobajt, në më thënë, mbi pesha, ose si ta quajmë, në më thënë, pjesa e kilobajteve të fotografisë. Prandaj 100 dhe më thënë është mesatarja, shumë mirë, deri 100 dhe më thënë është tepër e mirë, sepse vetë se as pak dhe më thënë nuk i bën problem u renderimit të website. Andaj ne dhe më thënë shkrim me toolin e parë, që është dhe më thënë tash për hapi parë që pas që ndovëm dhe më thënë website-in, imaging, si fillim dhe më thënë, më falni, si fillim dhe më thënë shkrim në file edhe shkrim dhe më thënë janë ndryshojmë një moment, shkrim dhe më thënë janë ndryshojmë pjesën e emrit. Për shembull e bëjmë tu ID imagen. Ok, edhe tash dhe më thënë, shkrim të tulli i parë, që është free files, është I love image, që është ki tulli këtu, dhe më thënë I love image.com, e që i ka dhe më thënë disa veçorit mira files që janë shumë benefiqme, është dhe më thënë e parë është compress image, është e dita është resize image, crop image, convert image, photo editor, edhe more tools, që të rëgon që ka edhe shumë dhe më thënë tool falas që bëjnë dhe më thënë bëjnë punë të caktuar dhe shumë e rahat. E neve që në neveritet, dhe më thënë, unë kom testu shumë, dhe më thënë, Tini PNG është njëra, është ka dhe më thënë shumë tool atjerë që ndosha nuk më kujtojnë tash për momentin, po kom testu shumë, e pa jo që më kom ra dhe më thënë matë mirën, që mu dhe më thënë më ka kry ekstrem dhe më thënë baja gi shumë punë, është dhe më thënë ki tool këtu, është I love image, kështu që si fillim shumë e bëjmë select image, dhe më thënë e marim image-in tonë, 800 që e kena këtu dhe më thënë IT image, edhe e bëjmë dhe më thënë upload, edhe e bëjmë compress image. Këtë është dhe më thënë dhe e kompresone, edhe të regon se sa përqint e ka kompresu. Ta është dhe më thënë shka ndodhi, prej 807 kilobajt e ka kompresu deri në 162 kilobajt, 80% e ka bërë kompres, pa mos jam unë as pak çështjen e pikselave, sepse do kush thotë, ok, mund ta bëjmë kompres mirë, po do humbën pikselat. Automatikisht do të thënë as pak nuk humbën pikselat. Çfarë pra shikoni fotografinë. Fotografia do të thënë është në rregull siç ishte me pikselat e duhur, kështu që nuk bën problem në çështjen e pikselave, as nuk bëhet blur apo diçka tjetër. Do të thënë është fotografia, është në rregull. Ja, pra shikoni këtë fotografi, është kjo këtu do të thënë që e bën do të thënë dhe i kompres. Ok, pas që jepim kompres, dhe më thënë, nga të regon të sa kena bo kompres, edhe të është dhe më thënë, dhe kena dhe më thënë fotografinë e ditë, që është me 162 kilobajt. Tash, gjëra hapi tret, hapi ditë që të shumë të bëjmë, është dhe më thënë, tash këtë file, prej JPG, PNG, ta konvertim, dhe më thënë, për momentin e kena JPG, ta konvertim në WebP, ose AVIF. Në janë di prej prapashtesave më të mira, që Google, dhe më thënë, i donë shumë, edhe dhe më thënë një shumë të leta në renderim. Në VP, besoj se dësha kohën e fundit e kemi dëgju, është prej fajlave më të mirë, të mundshëm që nuk e hub as pak kualitetin, mirë po e lehtëson dhe më thënë punën e renderimit. Nda gjëra e ditë që do bëjmë është dhe më thënë është një tool tjetër që ka dhe më thënë shumë tool tjerë, që unë dosha do i cak në ndonjë postim që i kom postu dhe para prakishmi, po ndoshta do i përsëris edhe një herë. Ka disa toolsa që bëjnë konvertime, për shembull është konverteri është një, ka edhe shumë tool'a tjerë, është njëri edhe kjo I love image që ka domethënë që ja pra konvertoj JPG, ka edhe more tools që ka konvertime domethënë edhe prej domethënë prej JPG, po në prej PNG ose në pjesë tjera të formateve. Mirë, po ajo që ku mas është më e mira për mua, domethënë që është free dhe nuk ka pas asnjë limitim, është domethënë ka qenë kjo Pixelite, ka qenë domethënë jashtëzakonisht për toolsave që e kom dash shumë edhe e përdor domethënë gjithmonë. Është për toolsave që ma ka lehtësu bajagi domethënë punën, sepse domethënë njëkohësisht ka marrë më shumë se një imazh, ku vendos 20-30 imazhe më njëherë, që mi ka konvertu më njëherë. Ta shka dhe bëjmë, të regon cilin file dhe ku do të konvertosh. Ne i themi që
duhet në të konvertojmë do të thënë filin JPG, tash shkojmë të konverter, e zgjedhim filin, për momentin është PNG, i thënë jo JPG, sepse JPG do të thënë e kena fotografin, edhe ku dëshiron ta konvertosh, choose file, edhe ndryshim AVIF, ose i themi një VP. Mi po dëshim si fillim me VP, sepse këtë AVIF-in shumica nuk e din. Nuk e din, edhe pse është prej më të mirave që e lexon, mi po ne dëshim me VP. Se zakonisht do të thënë VP-ja është tash është shumë më e njohur. Edhe shkrim në VP, sepse tek AVIF ka dhe diçka që të ka, për shembull tools ose ka programe që nuk e suportojnë AVIF-in, pse ende nuk e kanë për shembull atë feature të ri, për shembull me suportu këto pra pashtesat e fundit. Mirë po VP-ja bagi dhe me thënë suportohet gati 90% të gjitha e suportojnë VP-in. Njëjtë edhe WordPress-i, dhe me thënë e suporton VP-in, kështu që e marrim VP, edhe e bëjmë choose file, edhe zgjedhim IT image, fotografin që e bëm kompres, edhe tash i themi convert në VP. Ok, pasi e konverton, tash i themi download në VP. Ok, tash dhe me thënë për 162 karat, dhe me thënë 146, karat dhe me thënë pjesa e image konverterit, kështu që është bajagi, është shumë e mirë, kështu që është shumë e lehtë, dhe me thënë nuk ka humb asnjë piksel, është në VP, fotografia është në rregull, mund ta përdorim gjithkund, dhe dhe me thënë eh, kena bo kompres prej 807 deri në 146, kështu që gati 83% kena reduktu, dhe më thënë, megabajt, kilobajt prej një fotografi. Kështu që tash bëjë llogari nëse ke 100 fotografi nga 800, 1000 kilobajt, edhe sa do të buën, dhe më thënë, me sa megabajt do të gjithën tek website. Tash bëjë llogari, dhe më thënë, 100 fotografi nëse ke që ti bësh kompres nga 80% kilo, nga 80% dhe më thënë, kompres sa do ta lexon, dhe më thënë, punën, po edhe sa do e lexon website-in në renderim. Këtë ishte domethënë procesi, pastaj domethënë ti këtë fotografi shkon pastaj edhe vendos në website ose diku tjetër ku domethënë ti e ke nevojshëm për ta përdorur. Tash nëse përdor domethënë WordPress, WordPress i ka disa pluginsa që një është edhe Imagify, e kështu me radhë, mi puni kumzet të tre dima të mira, si me reviews domethënë shumë të mira, domethënë njihen në ekosistemin e WordPress shumë mira, domethënë kjo është 4.8 domethënë prej 5 yllave, domethënë që është ekstremë shumë e mirë, domethënë ka mbi 1 milion installime aktive, buhet domethënë nuk det gjithmonë, është domethënë ka shumë feature të mira, bën optimize image, domethënë i konverton në WP edhe prej në WordPress. Edhe e dyta, domethënë që e kam zgjedhur si prej pluginave është edhe kjo Converter for Media, është një prej pluginave që e kam domethënë pa përpara 3 viteve ndoshta, ku më dash domethënë bëj konvertime në WP që kanë qenë domethënë paraprakisht vendosur në website, por nuk kam pas mundësi për shembull tash për website me i nxjerr mi bë kompres nga një pastaj më pa modash diçka që ti bëj ballk të gjitha dhe me i bë kompres gjatë hulumtimeve gjitha këtë, edhe kam gjetë një plugin domethënë bajaki shumë të mirë, kështu që edhe kjo njëjtë domethënë ka mbi 500.000 aktiv instalime, është 4.9, domethënë bajaki është domethënë e mirë edhe ka reviews të mira prej 5, kështu që është prej pluginsave më të mira të mundshme që e kam pa unë për pjesën e konvertimeve në VP ose AVIF. Pjesën e AVIF e ka me pagesë pro, sa pjesën e VP e ka domethënë free, kështu që çkan pse i kam përmend këto di plugina, i kam përmend që nëse ti për shembull merr një projekt gatshëm ose ke për shembull ti 300 imazha, 500 imazha, ose ke një një dyqan online, po ke shumë imazha të produkteve, edhe s'di si mund s'ke kohë ti bësh një nga një, se s'ka shans të merr shumë kohë. Çka bën ti merr një image, një plugin në WordPress që ta mundson me bë bulk optimization, do të më i bë optimizimin e të gjitha fotografive, domethënë me shumicë. Një disa prej tyre domethënë janë domethënë smash domethënë image, edhe Converter for Media, që unë të dija i preferoj edhe i sugjeroj, mirë po
nëse është vetëm pa mos qenë çështja e, e, e kompresit, nëse është vetëm për konvertimin e VP, ja sugjeroj konverter formelja, këtë që është, do të thënë rrit bagi pjesën e speedit edhe është bagi shumë e mirë. Mi pa nëse do, do të thënë diçka kështu të përgjithshme edhe për t'i bë optimizim, edhe për t'i konvertu, edhe t'i bësh kompres, edhe lazy load image CDN, do të thënë që ka me lidh me CDN Cloudflare, është do të thënë ki plugini këtu, kështu që cilën ta zgjidhni, do të thënë keni bërë zgjedhjen e duhur, kompania VP FIPI Mudef është prej kompanive më të mira të mundshme që krijon plugina në ekosistemin e WordPressit, kështu që edhe këto plugina kanë kriju shumë të mirë. Andaj domethënë këto di pluginat janë për konvertimin edhe kompresimin e imazhave në ekosistemin e WordPressit nëse punoni me WordPress. Përndryshe domethënë i kena këto di mjetët, tullat, free manual që mund t'i bëjmë kur do dëshirojmë ne që janë free files, edhe këto janë free files, edhe mund t'i shfrytëzojmë gjithmonë për çdo projekt të mundshëm tonin ose të klientave. Ky është sa i përket kësaj pjese për image optimization. Andaj unë ju falenderoj për dëgjimin edhe durimin që keni bërë deri në fund. Ju falenderoj për mbështetjen edhe për krajën që edhe respektin që e bëni ndaj meje. Unë do vazhdoj domethënë me video të radhës, çdo javë gati do kem nga një video që do i shpërndaj dituritë e mia dhe punën time edhe me bë komunitetin tonë shqiptar, shqipfolës për ato gjeneratat e reja që do vinë me pas domethënë diçka të gatshme që mos me pas probleme në këto pjesë, mos me ditë se ku me mësuar diçka, pa dhe të lejnë gjuhën domethënë me punët dhe veprat tona e kështu me radhë. Andaj shifena në videon e radhës.